SPAK dërgon në gjyq Erion Veliajn dhe rrjetin e tij, një skandal i paparë në historinë e Bashkisë Tiranë. Tiranë, në një zhvillim që ka tronditur skenën politike dhe institucionale të vendit, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka përfunduar hetimet paraprake dhe ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë procedimin penal nr. 27 të vitit 2024, ku figura kryesore është kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, i akuzuar për një sër veprash penale që prekin themelet e administratës publike dhe integritetin e qeverisjes lokale. Hetimet të kryera brenda afateve ligjore nga neni 323 i kodit të procedurës penale zbardhin një rrjet të ndërlikuar korrupsioni dhe keqpërdorimit të detyrës, ku përveç Veliajt janë përfshirë edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, si dhe një grup individësh dhe subjektesh të ndryshme tregtare dhe OIF-ve, të cilët kanë përfituar në mënyrë të paligjshme nga fonde publike dhe leje ndërtimi. Akuzat ndaj Veliajt dhe Xoxës. Sipas SPAK, Erion Veliaj akuzohet për 9 raste korrupsioni pasiv, ku përfitimet e parregullta, monetare dhe pasurore janë marrë nga subjekte të ndryshme si Agikons SHRPK, Fusha SHRPK, Palushi SHRPK, Gerarda SHRPK, Kontakt SHRPK, si dhe OIF të Eventus, Muza, Byla dhe Frobolos. Përveç korrupsionit, ai akuzohet edhe për pastrim të produkteve të veprës penale, futjen ose mbajtjen e sendeve të ndaluara në institucionet e ekzekutimit të vendimeve me burgim, fshehje të ardhurave, shpërdorim detyre dhe mosdeklarim të pasurive. Ajola Xoxa, e cila ka qenë një aktore kyçe në këtë rrjet, akuzohet për të njëjtat vepra penale në bashkëpunim me Veliajn, përfshirë përdorimin e OIF-ve dhe subjekteve tregtare të kontrolluara nga ajo për të kanalizuar përfitime të parregullta, për të fshehur burimin e tyre dhe për të shmangur detyrimet tatimore. Hetimi ka zbuluar gjithashtu se Xoxa ka kryer blerje personale online në vlerë mbi 86 milion lekë, duke përdorur përfitimet e siguruara në mënyrë të paligjshme. Përfshirja e bizneseve dhe OIF-ve. Prokuroria tregon se pa rolin e subjekteve tregtare dhe OIF-ve, ky skandal nuk do të ishte i mundur. Nga hetimet rezulton se shoqëritë si Rametal SHRPK, Agikons SHRPK, Kontakt SHRPK, Palushi SHRPK, Fusha SHRPK, Gerarda SHRPK, si dhe organizatat jo fitimprurse Harabel, Eventus, Muza, Byla dhe Frobolos kanë integruar shuma të konsiderueshme në sistemin bankar, duke fshehur origjinën e paligjshme të tyre. Veprimet e tyre janë klasifikuar si pastrim të produkteve të veprës penale në bashkëpunim dhe më shumë se një herë. Pasojat e veprimeve. Hetimi paralajmëron një shkelje flagrante të besimit publik. Veliaj, si kryetari i Bashkisë Tiranë, ka përdorur pozitën e tij për përfitime të paligjshme, duke lejuar që fonde publike dhe leje ndërtimi të përfundojnë tek afërmit dhe subjektet e kontrolluara nga bashkëshortja e tij. Ky akt, sipas SPAK, ka krijuar një konflikt të qartë interesi, ka cenuar kompetencat funksionale të pushtetit vendor dhe ka dëmshpërblyer interesat publike për të favorizuar interesa private. Përveç marrjes së pasurive të paluajtshme, hetimi tregon përdorimin e parastash në shuma të mëdha jashtë sistemit bankar për të likuiduar paga, pagesa qirash dhe evente, duke fshehur burimin e të ardhurave dhe duke shmangur detyrimet tatimore. Kjo tregon një skem të mirë organizuar kriminale që shtrihet nga institucionet e qeverisjes lokale deri tek individët dhe subjektet private. Mesazhi për publikun. Procedimi penal nr. 27 i vitit 2024 është një shembull i qartë se presioni institucional dhe hetimet e specializuara mund të zbardhin rrjete të ngulitura korrupsioni, të cilat deri më tani kishin qëndruar në hije. SPAK thekson se çdo individ presumohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia me vendim gjyqësor të formës së prerë. Por prova e grumbulluar deri tani është e mjaftueshme për të dokumentuar një mekanizëm të strukturuar keqpërdorimi dhe përfitimi të parregull. Ky rast nuk është vetëm një çështje ligjore, është një thirrje për transparencë dhe llogaridhënie. Populli shqiptar, përmes institucioneve të drejtësisë, ka sot mundësinë të shohë se askush nuk mund të jetë mbi ligjin, as edhe ata që kanë pushtet dhe ndikim në kryeqytet. Procedimi penal i SPAK-ut ndaj Erion Veliajt, Ajola Xoxës dhe rrjetit të tyre të lidhur me OIF-t dhe bizneset është një hap historik në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Hetimi tregon qartë se përfitimet e paligjshme nuk janë aksidente, por pjesë e një skeme të mirë organizuar kriminale që ka përfshirë njerëz në pozita të larta publike dhe subjektet private të lidhura me ta. Historia e Bashkisë Tiranë është në një moment vendimtar.
ligji po ecën përpara dhe askush nuk mund të fshehë më veprimet e palishme pas pushtetit apo influencës. Çdo hap i këtij procesi duhet ndjekur me vëmendje nga të gjithë, sepse ai tregon se drejtësia në Shqipëri mund dhe duhet të funksionojë.